Pyetje kene. Në spital, Po. a lejohet ai me marrë të mama, apo duhet më çu me shku me me... Edhe njerë? Nësi je në spital. Po. A ka drejt ai, për shembull është i shtrim në kravat edhe kështu me mur. Nëse ka gjendje kritike, nëse lëviz del, i rrezikohet ato gjanat miku nuk ja lejon, lejohet me përdorsa. Lejohet kjo. Edhe pse dikush ka për detale që janë pak më të shtrëngushëm, janë më të vështirë dhe më fanatik, thotë jo, duhet me sjell dikush ujë, edhe ai pastaj çat mundësi që e ka mundet, ujin është ai s'mund të marr, ama shoku vet mund të më sjell ujin, edhe atë pjesën e legjendit, edhe me marr. Mirë, po unë nuk e kam atë mendimin, nga se më duket pak se vështirë, përderisa Islami ka dhënë hapësirë dhe lehtësim, mundet me marr. Ama ta them nëse vetë vërtet s'mundet, apo i keqsot gjendja tina. Për shembull, nëse lëviz, mjeku e tërheq vërejtën me të madhe. Jo thot, sa akoma ti nuk duhet me lëviz, nëse do me shpejtu shërimi, edhe me amë koni suksesën shërimi, për ndryshe keqsot gjendja kësi raste. Ama nëse ja, nuk ka pa tjetër, edhe nëse lëviz qarkullon, mjeku nuk të qorton, nuk të ban shumë të madhe, atëherë normal se ki obligim të me lëviz, edhe me shku me marr abdes, edhe me kry abdesën në formën e saktë, apo duhet.